Dikur, Shqipëria prodhonte gjithçka, nga tekstilet e deri te çeliku, nga këpucët e makineritë bujqësore. Në kombinat, në Elbasan, në Durrës, në Berat, fabrikat punonin ditë e natë. Ishte zhurma e prodhimit, ajo që mbante gjallë ekonominë. Sot, asgjë. Gjithçka që përdorim është importuar, buka, veshjet, çeliku, madje edhe ujë në shishe. Çfarë ndodhi me industrinë shqiptare? A u shkatrua me qëllim, apo u shit cop në emrin privatizim? Fabrikat u shembën, punëtorët u larguan, trualli u kthye në qendra tregtare, aty ku dikur prodhoi. Sot vetëm blihet. Sot kemi biznese tregtare, por jo prodhim kombëtar. Në vend që të eksportojmë mallra, eksportojmë njerëz. Inxhinierët tanë, teknikët tanë, mjeshtrat tanë punojnë për industri të huaja në Gjermani, Itali apo Angli, sepse Shqipëria s'ka më industri. Për t'i mbajtur pa industri, s'ka ekonomi. Pa ekonomi, s'ka pavarësi. Një vend që s'prodhon dot vetë, nuk është i lirë, është i varur. BF Media, sepse duhet ta kuptojmë që një vend pa prodhim është një vend pa të ardhmë.